Shqipëria po përgatitet për një reformë kadastrale, që sipas kryeministrit Edi Rama, pritet ia fund një herë e mirë problemeve me pronën, që janë krijuar në 35 vitet e fundit. Në konferencën rajonale që bashkoi vendet e Ballkanit Perëndimor, Rama tha se projekti është drejt përfundimit për t'i hapur rrugë zbatimit. Po e rregullojmë situatën edhe me digitalizimin e plot, që tashmë është thuajse në përfundim, dhe me blockchain-i që do të përdoret, do të shpëtojmë çka mundemi pas kaq e kaq vitesh zënjesh të gjitha llojeve, të cilët kanë hyrë në pronat tona të paluajtshme. Kreu i qeverisë theksoi dhe rëndësinë që ka kjo reformë në procesin e integrimit evropian. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përcaktuara, i futemi fazës së mbylljes së negociatave. Siç mund ta keni të qartë, plotësimi i piketave të ndërmjetme nga Shqipëria dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, i cili ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore. E drejta e pronës është patjetër pjesë e këtij kapitulli. Pjesë e konferencës ishin dhe antarë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilët u shprehën se reforma nuk i vlen vetëm interesave kombëtare, por edhe atyre europiane. Reforma kadastrale mbetet një gur themeli i mirëqeverisjes dhe qartësia është e rëndësishme pasi garanton siguri pronësie dhe transparencë ligjore. Ajo përmirëson cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve publike, redukton keq menaxhimin dhe ofron një treg të pasurive të paluajtshme më miqësor. Modernizimi i sistemit kadastral kontribuon në mënyrë direkte në një ekonomi më të fortë. Kjo nuk është vetëm çështje prioriteteve kombëtare, por edhe investimeve në të ardhmen dhe ka rëndësi madhore. Reforma e re kadastrale, e cila në bazën e saj do të ketë dhe inteligjencën artificiale, pritet të ndihmojë në trajtimin e dosjeve të shumta, të mbledhura në gjykata, mbi të drejtat e pronësisë.